Njëri nga futbollistët e di që grupi është i pandar për Zekria Ramadanin, por keni ndonjë veçantë për dy futbollistë nga Maqedonia e Veriut që kemi Blerton, Shehin dhe Egzon Bejtullahin, si është raporti? Edhe Shehi dhe Egzoni janë ambjetu shumë mirë, se futbollistin e mirë e pranon grupi shumë mirë. Kur vjen një huaj, se ne jemi shqiptar, po atje jemi të huaj. Llogaritemi si të huaj. Edhe Blertoni edhe Shehi kanë kapë vendin e futbollistëve të huaj, se edhe pse janë shqiptarë nuk kanë drejt luajnë si vendas. Futbollistin e mirë e kapë grupi shumë mirë. Egzoni ka qenë edhe më herët e Gjiloni, por e kam pa që janë afirmu shumë mirë me ekipin, me futbollistët tjerë. Nuk mund të veçoj asnjë përveç Rombrojës që në ndeshjet e fundit është kapiteni e para, është një futbollist me mjaft personalitet dhe ndoshta më tepër në fushë mungon figura e tij, mos themi vetëm kvaliteti i tij si futbollist, po edhe si figurë, si kapiten, kur është në fushë edhe tjerë ndryshe luajnë, ndryshe marrin frymë dhe në muajin prill na ka mungu shumë Roni, për atë edhe kemi bërë shumë ndeshje kemi humbur, por gjithsesi, kjo është një shkollë për neve që duhet marrim më tepër futbollist që kemi një kontingjent duhur nëse duam garojmë edhe në Evropë edhe në kampionat, po edhe në Kupën e Kosovës.